Rastet tilla vjen rënë rrethon vijë snajperiste, ty të fut në rreth snajperizëm në momentin që shikohet rrezik ekzekutosh. Të rast prokurori ka qenë mas makinës me oficerët e policisë, ka qenë shumë më afër autorit dhe qitja që bënte arma ishte një qitje që arrinte deri në vendin ku ndodhej prokurori bashkë me oficerët e policisë. Edhe prokurori ka negociuar, ka tentuar të binë ndërzohesh, i ka thonë që janë plagosur, nuk kanë vdekur, mirë po ka pas celularin dorë dhe shikonte lajme koreale nga celulari në Ertil Buzit, aty ka kuptuar që e ka vdekur si vjeri me vjerë dhe pastaj ka kryer vetvrasje. Shënduar gjendja pra në atë moment. Ka parë në celular që të dy kishin humbur jetën dhe aty pastaj ka kryer aktin e vetvrasjes. Se prokurori gjithmonë ka tentuar që janë të plagosur, do ta zgjidhim ndërzoh. Po nga celulari që kishin dorë, mori vesh lajme koreale që kishin humbur jetën të dy prindërit e fejuar së tij, e ka kryer vetvrasjen. E kuptoj. Rasti Buzit për rrjetet e krimit shqiptar në Londër. Grup shqiptarësh që e morën peng në Ertil Buzit, Londra, Britania, le të themi. To i ka të vazhdueshme, të përhershme, i ka të rëndomta madje. Për shkak se shtëpiat ku batuar shtëpieve të barit atje është sipërfaqe të vogla, vetë Anglia ka struktura të tilla, edhe Walesi madje. Shtëpia 6-7 metra katror nuk ka në sipërfaqe të madhe, shumë pak rajnë nxjerrin. Çmimin me futin treg të grupeve kriminale shqiptare kanë rënë, pasi e kanë si kultivim masiv. Fitimi është më i vogël se s'ka qenë më parë, shitet më lirë, detyrohen për të bërë jetë luksoze, për të krijuar të ardhurat shpejta, vjedhin shtëpiat e njëri tjetrin, t'i thyen shtëpitë e njëri tjetrit, t'i thonë jargonin e tyre. Ti grabisin kanabisin, mos paguajnë kanabisin kur e marrin, e shesin për t'ia paguar furnitorit. Anglia është një nga vendet ku kriminaliteti i ka të përhershme to golat që quhen thojza këto dhe gjithmonë nuk është rasti i parë në Ertil Buzit. Kemi edhe raste të tjera rreth sociale kanë qenë 2 djem nga Elbasanit të marrë peng në Londër që mashit lidh si qener, pasi kishin grabitur 2 shtëpia bari. Bile personi që kishte marrë peng i nxitën në TikTok thosha edhe kujt i ka vjedh tjetër dhe kanë qenë një shtetas slovak që i ka dorëzuar pasi kishte pa videon i mburrë i shoku vet shqiptar me videon. Është në rrugë ka denoncuar policia dhe janë arrestuar. Të mërshme. Të paktën duket se sigurisht përfshirja në krim do ketë edhe të tilla episode. Mirë, do doja të kaloja në një tjetër çështje për diskutuar me 2 avokatët. Në Francë është arrestuar biznesmeni Ermal Beqiri, 44 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK si i përfshirë në dosjen e Akshit. U arrestua në Francë pasi fluturoi me një avion të vogël civil, pra privat, mbi centralin bërthamor të Penly, në një lartësi nën kufirin e lejuar, incident që edhe tek hetuesit francezë duket se kanë ngjallur dyshime edhe për çështje spionazhi. Ndërkohë në Shqipëri, prokuroria Ione posaçme akuzon për shkelje të barazisë të tendra, pastrim parash, dhunë dhe grupi strukturuar kriminal të lidhura me përfitime të tendrash nga Akshi me vlerë mbi 1.1 milion euro. Sigla tuta. Mirë, zhdima tani është arrestuar teksa pilotonte avionin e tij privat, kam përshtypjen, është të regjistruar në kompaninë Fly Solution në emër të tij në Sloveni. Çdonte Ermal Beqiri tani lart centralit bërthamor, paktën është pretenduar që ka qenë duke folur me nënën e tij, ka deklaruar, ka deponuar përpara autoriteteve franceze. Si në çfarë linje telefonike, se nga avioni me nënën, si për shembull, ka zbritur shumë poshtë Francës. Ai ka qenë ulur sepse ka qenë në nivelin që lejohet fluturosh edhe mbi centralin bërthamor, që i do të thotë val ka pasur. Pak për sigur. Kush janë ngatroja atë destinacionin, sepse sigurisht ai duhet kishte marrë një për atë kishte bërë një komunikim me atë që flasim ato të kontrolluesit ajror. Kulla kontrolli që të lejon ulje, ngrirje në kështu këto me radhë. Po tani duhet keni parasysh diçka. Këtu është kush e spionoi që të arrestohet dhe ajo çfarë. Jo, nuk është ashtu. Si është? Është kapur që ka fluturuar mbi central, është liruar, ka shkuar shtëpi në Paris. Po. Ditën e shtunë janë marrë dhënat, është marrë pasaporta, është bërë verifikimi, pastaj ka dalë që ka qenë kërkim nga Shqipëria dhe është arrestuar. Gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë vëzhgim nga policia franceze për të mos u larguar, por kanë bërë verifikim, e kanë marrë procedura administrative, e kanë marrë pyetje pse ke fluturar kaq ulët. Ka pretenduar që nuk e dinte rregullin së lartësinë dhe sa duhet qëndro të bit central bërthamor. E kanë lënë të lirë,
ka ndodhur të shtunë e kaluar kjo si ngjarje, është marrë në vëzhgim, është verifikuar. Në vëzhgim është mbajtur vetëm nga momenti pas sa ngjarje, nuk është ka qenë përpara. Jo, nuk ka qenë përpara. Pas sa ngjarje ka verifikuar nëpërmjet Interpolit, ka qenë person kërkim ndërkombëtar dhe është arrestuar. Po si ka hyrë për shembull, do të ketë kohë që ka hyrë përpara se ka 8 muaj shpallur kërkim. Është bima? Çfarë pasaporte ka hyrë? Përderisa ka dhe banesë përhershme në Paris, sa atje ka qenë rezident dhe mbajnë vëzhgim nga policia franceze, duhet të ketë edhe një pasaportë në shtetit huaj, mbase ka dhe 2 pasaporta 2 shtetësi. Fluturimi mbi centralë bërthamore ngri pikë pyetje masi është bashkëpunëtori i shërbimeve të fshehta të huaja, pastaj kjo është akoma dhe më rëndë se këto të ardhurat që ka marrë nga tenda që ka marrë Akshi, që ka marrë dhonat personale të shtetasve, të bankave, të institucioneve ku i ka çuar, pastaj duhet verifikuar edhe kjo pjesë. Duhet kontrollohet situata. Pra, faleminderit avokat të riktheh. Duhet të kemi parasysh që këtu kemi të bëjmë me një person i cili ka shumë peshë ose më mirë shumë ndikim tek persona të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Sigurisht që në Shqipëri ai ka një ndikim të jashtëzakonshëm te Akshi dhe aty ka sigurisht edhe përkraje politike, sepse një person me kaq shumë pothuajse influencë dhe komunikime dhe lidhje me persona jashtë vendit ka takuar dhe Macronin, no? Ka dhe një foto që do përpiqen ta gjej. Çka është prapa kësaj skene ose më mirë skem e cila për mendimin tim ka brenda sigurisht keqeverisjen e këtij vendit. Ermal Beqiri është biznesmeni i cili ka marrë tendera, edhe gjatë kohës ka qenë i shpallur në kërkim, diçka ishte bërë. Po më mori nga Universiteti i Tiranës të jap. Po nuk ka rëndësi tani nga Universiteti i Tiranës. Po nuk ka rëndësi sepse SPK-ja e tij është në funksion, pra punon, nuk është ndonjë problem. Puna është këtu, SPAK-u arriti pra të bëhet ekstradimi përmes një gabimi që ka bërë ai në rast se quhet gabim. Prokurorët e SPAK-ut dhe drejtuesi i BK-s kanë qenë më parë në Francë, duhet të kenë pas dhëna informacione në rrugë operative për vendodhjen e tij, kanë kërkuar ndihmë nga homologët francezë. Ka qenë zoti Mara dhe zoti Keta më parë. Dhe pastaj ka ndodhur kjo ngjarje. Pra do të bënte ai një gabim që të kemi sot rezultate. Informacioni ka qenë që fshihen Francën në Zvicër, pastaj konkretisht është kapur në Francë, po informacioni operative ka qenë gabim. Sepse tani gabimi nuk bëhet me kaq shumë vedije kur ti ke një avion dhe jep një avion. Do shkonte prokurori i çështjes, ndoshta drejtuesi i BK-s të shkonin në Francë. Macronin e kemi vazhdimisht në Shqipëri, mos harroni, për një person si Ermal Beqiri, për një person shpallën kërkim, a mund të shkojnë për shembull? Po nuk kanë vajtë thjesht vetëm për Ermal Beqiri, ka vajtë edhe për persona të tjerë që fshihen në Francë për aktivitete kriminale që bëjnë grupet strukturore kriminale. Janë disa linje hetimi se ka dhe grupe strukturuar kriminale shqiptare në Francë, nuk ka vetëm në Hollandë, nuk në Anverë. Se këtu kemi të bëjmë me politikë. Një sekond, mos ngatrojmë krimin nga politika. Tani dikush mund të thotë janë bashkë. Tani ne ti bëjmë Po gjejmë vendsë me njëri tjetrin kamp patjetër. Po jo, ti ndajmë pak. Tani Akshi nuk beset ka dhënë një tender ty edhe ke marrë në mënyrë me procedurë meritokracie. Mirë. Tani këtu kemi të amerikanët, ta tha dhoma amerikane të tregtisë kemi marrë ne ata që menaxhojmë sistemet amerikane qeveritare. Po dhe me një SPK. Tani puna është këtu, që atë që duhet kuptojmë ne. Ky individ është shpallur në kërkim. Kemi disa ngjarje të mëparshme, të cilat ne konsiderojmë në grup të strukturar kriminal. Këta kanë ndërtuar një formë bashkëpunimi. Dhe ashtu regjistruar dhe procedimi nga prokuroria e posaçme. Po, unë se besoj shumë prokurorin e posaçme, që gjithsesi e marrim si informacion atë, e marrim si një deklaratë të tyre. Sa ata qepin dosje dhe bëjnë namin me qepin e dosjeve. Por, puna është këtu, është përfshirë Akshi të dhënat tona dhe ky person akuzohet sot në Francë si një agent. Dyshohet si një agent, po aktivitet spionazhi. Po, dyshohet. Tani, si ka mundësi këtë gjë e ka konstatuar Franca dhe ne nuk e kemi fare verifikuar dhe as vetë SPAK-u nuk ka verifikuar ashtu siç duhet. Mirë SPAK-u pas ka dështuar. Po Shiku, ç'a ka bërë? Pra, ku është Shiku? Sepse në rast se ne themi që ky person, që ka një person i cili në arrestimin që i bërën, ose më mirë me procedimin që i bërën administrativ, i pas kanë gjetë dhe pajisje përgjimi, do të thotë që këtu ato pajisje ku i çonte? Pra,
ku po lëvizte me ato pajisje? Kanë qenë të avionit? Kanë qenë pajisje që ai mbante sepse po mbante peng dikë? Ato pajisje duhet ta zgjesojnë sipas një ligjit procedurial të vendit ku do të sekuestrohen, apo këto pajisje do të shkojnë në Shqipëri për shkak se ky që e ka i proceduar në Shqipëri? Se këtu duhet një kujdes shumë i madh. Se në rast se unë si shtet të marr ty disa pajisje që ti ke përgjuar një shtet tjetër, pra ka përgjuar shqiptarët ai. Pra qeverinë shqiptare, institucionet shqiptare, ligji i vendit kur është bërë sekuestrimi, shteti nuk i nxjerr ato nga vendi vet, edhe sikur të shkën me letër porosim. Okej. Pra do të thotë, tek ai avion, ato pajisje që janë gjetur, janë në shërbim të shtetit francez, apo janë kundër shtetit shqiptar, funksionarëve të lartë shqiptar. Dhe tani i bjen që ne do të kemi shtetin francez që të na tundi A4 të zbardhura sipas përgjimeve të një individit që ka përfituar tendera në Republikën e Shqipërisë. Dhe këto tenderet janë sekret për Republikën e Shqipërisë dhe ka të dhëna më sensitive se sa duhet. Dy tendra që nuk domethënë që nuk kanë ndërtuar, të paktën në çfarë kanë përshtypjen është për të shërbimin informativ i shtetit dhe tek Ministria e Mbrojtjes që nuk kanë nuk kanë ndërtuar sisteme. Duket. Është kanë përshtypjen është përmendur tek jo, po nuk e bëjmë, jo, nuk kanë përshtypjen, nuk e kanë bërë se janë pak më delikate gjërat. Po e kuptoj, më delikate janë të gjitha, nuk ka aty vlera matje, nuk e masim dot. Kur ka të dhëna sekrete janë nuk i mat dot. Janë sekrete, prandaj kanë ato. Po nuk kanë ndërtuar pa po them. Po tani, ky person që shkapur me këto pajisje dhe shkojnë tek një shtet tjetër, dhe ky shtet do të bëjë procedurën e sekuestrimit, hetimit, verifikimit, po, do dali rezultati, do mbahen sekret, sepse një procedim penal mund të bëhet edhe sekret. Mirë, atëherë mund të mos ekstradohet fare, të qëndrojë atje për shitje të dhënave të llogarit bëhet bashkëpunëtor i vlefshëm, patjetër që po. Po bëhet, tani këtu jemi, po në rast se bëhet bashkëpunëtor i vlefshëm, patjetër po. Tani, ky do vinë në Shqipëri, apo do ta mbajë Franca aty? Faleminderit. Gjithë diskutimi është këtu. Po pra, se këtu do të kuptoj tani dhe do kaloj tek avokat Alban Qafa. Avokat, do ta synoni shërbimet e huaja një biznesmen të tillë si Ermal Beqiri në raport me sistemet që kanë ndërtuar tek Akshi apo bashkëpunimet me të dhënat që kishin në dorë? Patjetër që po. Patjetër që po, më ka dhënë që shërbimet i vlen. Ja kalon aty shërbimeve nëpërmjet sistemeve operative që ka pasur ndërtuar tek Akshi, shërbime që ka ofruar elektronike, sa të marrin 10 agent, 20 agent i lejnë për gjojnë, marrin dhënat i blenë dorazi me letra, me shkresa, me USB, i marrin nga serveri qendror i Akshit, ja merr ja kopion Ermal Beqi apo dikush tjetër. Dhe ja çon gati, është rruga më e shkurtër, më e shpejtë dhe më e saktë. Patjetër që po. Se ne themi na kanë hakeruar iranianët tani, po s'kemi ne provë që na kanë hakeruar iranianët. Po jo, vetja jonë kemi hakeruar vetën edhe në fund fare kemi shitja shtetit, kështu. Jo ne, po si popull, po ata që kanë qenë pjesë e lojës, a kupton? Na kanë shitur neve, po thua. Po na kanë shitur ne, më vëlla, sepse ti kur ke një pushtet 100 vjet dhe rrin edhe thua nuk ka më mirë se ky, sigurisht ai tjetër do bëj pazar me atë tjetrin, as bëhet fjalë. Çfarë thua? Kemi ne hetim që është gjurmune e IP nga Irani që na ka hakeru. Ne këtu të dhënat tona dhe ja kemi dhënë Izraelit. Një jetim Microsoftit që edhe jetim sigurisht pati pikpyetjet e veta për shkak të disa lidhjeve nxori që ishin iranianët se ne këtë hetim bëm nga. Jo, një sekond. Hetimi kështu është bërë. Jo, më dëgjoj, them këtë gjë. Të kuptojmë të vërtetën dhe të themi popullit të vërtetën. Po pikërisht për vërtetën jemi. Vërtetën thua, po një sekond. Ti e thua të vërtetën se ke një burim. Se kjo është detyra jote. Po tani qytetarëve t'i themi ne të vërtetën sipas burimit që na ka dalë ne, edhe publikisht. Edi Rama e ka thënë që janë iranianët dhe mbylli për të justifikuar skandalin e Akshit. Hetimi u bën nëpërmjet Microsoft. Hetimi jote është një burim i cili mund ta gjesh në mënyra të ndryshme, por Rama politikisht, institucionalisht, juridikisht, duke ditur që diçka nuk po ndodh mirë tek oborri i tij që përfshin edhe Akshin, doli dhe na tha që iranianët na pas kanë marrë të dhënat dhe për këtë arsye ne mbyllim ambasadën i Porzon. Po. Kush e mbylli?
Unë apo ti? Jo, ai ka vendimin e qeverisë që bën. Atë lum, pra, që këtu fillon diskutimi, mos u thu tani a ishte X apo kompania këtej, jo ky burimi andej, mos e ngatron situatën. Nga ta di unë që më pas kanë sulmuar mua të huajt edhe sidomos Irani, nga ta di. Pra nuk ka burim informacioni Rama të saktë ashtu se çdo. Por Rama që të ndryshojë atë të bëhet viktimë radhës, që çdo gjë faje ka administrata publike. Çdo gjë që ndodh tek ajo qeveri e ka fajin ata që ai veti ka emëruar, veti ka shkarkuar. Të gjithë këta kanë faj, më kupton? Dhe në fund fare, ky tjetër që merr tendera që ne të shkojmë ta aplikojmë, jam i bindur që s'do marrim tender. Po do na thënë sillni ato dokumente që s'kan të përfshirë brenda atë aplikimit i kritereve. Do na thënë sillni të tjera. Pra e kupton. Ishte një tender inxhinieri duhet të jetë 55 vjeç. Po, dhe mos them ka edhe të tjera. Kush kriter? Domethënë s'kam vënë emrin. Do të kërkosh Zhlima, faleminderit. Të duket e dyshimt si avokat, një lëvizje e tillë e Ermal Beqirit në nivelin fluturombin central bërthamor dyshohet pra dhe disa pajisje, po themi përgjimi mund të jetë për GPS atë avionit dhe nuk e dim, të duhet presim hetimin, që ta nxjerrin nëse do të nxjerr diçka Franca. Nëse është punë shërbimi, hetimi nuk bëhet kur publike, s'do marrin vesh kur. Nëse është punë shërbimi, se këto punë marrin sekret. Asnjëherë gjendet nuk publikohen edhe nuk procedohen në mënyrë publike. Tash ka qenë për llogarit në shërbimi tuaj jo francez. Ja, një moment. Këtë nuk e dim, dyshohet për shërbime jo të vendeve anëtare të NATO-s. Do e nxjerr hetimi francez, hetimi Spakut, jo. Qofse do jetë person që do jetë i vlefshëm për ta, do bëhet bashkëpunëtor, do qëndrohet atje. Nëse jo, do ekstradohet, do dënohet këtu. Ju e patë atëre rastin e të dhënave që dolën për shikun? Po i kemi nëpërmjet telegramit i publikuar të gjithë. Po, tani pse duhet të dilte? Ata të cilët janë pjesë shikut, pse duhet të dalin në publik? Shishit, ë? Po, së shiku i them. Okej, shishi, okej. Tani këta pse duhet të dalin emrat e tyre? Po, është sekret, po pse dalin? Pse dolën pra? Po prandaj, sepse tani të doli fakti konkret që në Francë u kap një person i cili është kapur dhe me pajisje përgjuese. Tani ky person që është kapur me këto pajisje. Po ka akses te serverat më të gjithë Republikës së Shqipërisë, me gjitha akshi kemi gjithë serverat, ai menaxhon gjithë informacionin. Qytetari mendon që nuk e ka fajin qeveria jone. E ka ky Ermali. E ka Ermali. Dhe tani ne duhet i themi Ermalit që ti je fajtori kësaj gjëje. Që një qeveri të la ty të bësh çfarë do shpirti jot me të dhënat tona. Dhe fajin e ka Ermali. Kurse si ministri. Punojësit të cilët janë marrë, punojësit të cilët tek akshi kanë bërë, janë pajisur me certifikat sigurie nga detoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar DSI. Se do t'i ta them. Kush është? Testra e Partisë Socialiste. Por tani, ata dhe tani, të lutem, tani ta ngejnë nivelin tani, mos ta ullim poshtë tani, poshtë fare. Po nuk janë të gjithë me certifikat, tani mos flasim ndonjë gjë që s'ka fare. Jo, unë po flas anën procedurale, se nuk po përpiqem të jem neutral në diskutim për të kuptuar shumë po them. Janë kap si organizatë kriminale, të janë kap si një band. Brenda një institucioni shtetëror. E marrim këtë si referencë. Nuk është se kanë gjithë certifikat, vetëm disa posta duhet të kenë certifikat. Mbase më mend para disa vitesh u kap një punonjës së akshit duke shoqëruar një makinë me kanë administrative që po e çoshin po gradec. Po, kupton tani. Me fjalë tani edhe ke pas dhe që përfitojnë nga amnistia penale. Po, ke pas dhe certifikat sigurie, pastaj certifikat. Po nuk e nxjerrin atë sepse nuk që pastaj do ta komentojnë. Gjithë punonjësit e akshit janë pajisur me certifikat sigurie, po them persona të cilët kanë pasur në dorë disa informacione të rëndësishme që mund të qenë sekreta apo të klasifikuara, kanë qenë pajisur me certifikat sepse është rrugë ligjore kjo që duhet bërë. Jo më si. Po ti pajisesh me certifikat që kesh akses tek partisë zotëri të pushtetit. Ku ka të certifikat të gjërë, ti e merr atë tenderin direkt, thot merr tenderin pas partisë që ke qasë të informacionin klasifikuar. Tjetër, duke marr para qyr flasë se ka ndarë tender, e kupton, ka kur ti investon lek, edhe duhet të marrësh lekët që ke investuar. Këta vlla nuk kanë dhënë lek o vlla, kanë marrë lek kështu. Merr, hajde, japim lek ne. Kanë kryer shërbim, Por çfarë shërbimi kanë kryer? Edhe një mbajtje server është. Po, duke mbajtur, duke vendosur një fishë teknike edhe Albania punon nëpërmjet akshit. Po, e kupton tani çfarë kanë bërë. Edhe është skandaloz vlla, ti shikon ti ç'a ndodh bie sistemi, nuk kanë mundësi njerëzit të bëjnë në kohë reale shërbimet ashtu siç duhet, e kupton? Edhe asnjëri nuk mba përgjegjësi more, as administrative as juridike as politike. Ti e per Ramën që doli dhe mbrojti atë drejtoreshën, e cila ishte pa shtëpi dhe na rezultoi me shtëpi.
E pe ti gjykatën e lartë ç'a bëri? Një person që akuzohet për grupi strukturar kriminal del o vlla. E di çfarë do të thonë ata të cilët integrojnë në grupe kriminale, thënë s'ka problem, na dal një Fortnet, na mbroj, edhe ai gjykatës lartë mund na lëshoj. Pse? Sepse e dha ai mesazhin. Unë lëshova këtë që akuzohet